mbar popullor. Çfarë avantazhi ka me dy dhoma në krahasim me një dhomë zoti? Atëherë, avantazhi kryesor sepse Senati që dhoma e dytë kontrollon dhomën e ulët. Duke kontrolluar vendimarrjen që bën dhoma e ulët i kthen mbrapsht. Sepse në dhomën e dytë që janë intelektualët më të mirë të vendit, më të provuar, me rezultatet nga më pozitivet në jetë e tyre, kanë dhe kontrollin e tyre nëpërmjet instituteve përkatëse, që do aderojnë në dhomën e dytë. Dhe duke marrë mendimin nga dhoma e dytë që do ta miratojmë të ligj apo jo, jep okej në dhoma e dytë. Pra është një filtr shumë i fuqishëm. Pra është një filtr i fuqishëm që shumë vende të Bashkimit Evropian sot që e përdorin, shikojnë që ligjet kur dalin nga Senati, dalin shumë pjekura. Nuk dalin si ligjet tona, që janë pa bisht, pa këm, pa kokë. Pra del ligji sot dhe amendamentet e këtij ligji dalin pas një viti. Dhe ky ligj gjelet në gjumë, pa vlerë. Dhe kjo i ka dhënë mundësi të gjithë këtyre që kanë qenë drejtues të shtetit që të vjedhin dhe të abuzojnë sa të mundi. Pika e tretë që do të jetë zgjedhja e presidentit. Unë i flas shkurt këto pika sepse këto do kenë diskutime të jashtëzakonshme pasaj në të gjithë studiot televizive me ekspert nga më të mirët, besoj. Ne nuk themi që kemi bërë ajkën e asaj pune që duhet, por ne kemi menduar që kjo është puna më e mirë, që ato të zgjedhja e presidentit. Zgjedhja e presidentit a popullit, me një mandat kufizuar, dhe kjo është një politikë mjaft e drejtë nëse ne zgjedhim nga populli, nuk e zgjedh partia, nuk e zgjedh parlamenti. Sepse duke e zgjedhur parlamenti ose duke e zgjedhur partia, ai bëhet vegël dhe i shërben asaj partie siç po e shikojmë edhe sot. Presidenti jon po flet gjumë. Presidenti jon u zgjua mas 26 ditësh të shprehte shumë pak, sepse ne dim që ka një frikë të jashtëzakonshme që ai të flasi para kryeministit, se ja kanë zhveshur të gjithë angrat kryeministit nëpërmjet një kushtetutë dhe nëpërmjet një disa ligjeve dhe makinacione që kanë bërë vetë. Duke dalë ke presidenti, ne mendojmë që kalojmë paketën e parë ligjore, që do thotë pasaj futet në lojë zgjedhje. Pra ju thoni presidenti të zgjidhet nga populli, si në Amerikë të themi. Sigurisht. Edhe njëri që mund të mos jetë antar i asnjë partie, apo? Dhe mos jetë antar i asnjë partie. Ndoshta është më mirë ashtu. Pastaj paketa që do t'i vendoset presidentit për të zgjedhur është pjesë tjetër e rrugës së gjatë që ne mendojmë që është një rrugë e gjatë që do bëhet nëse ne rikthehemi në vitin 92. Kushtetuta e vitit 92, çfarë avantazhe kishte në lidhje me kushtetutën ndoshta të 2008-s? 2008-a nuk njifte kufi detar me sa di unë. Atëre, kushtetuta e vitit 92 nuk e përcakton shtetin ton si shtet social. Që gjysma e popullit ton nuk merr dot pension sot. Nuk mbulon dot ardhurat. Sepse shteti nuk detyrohet që ta paguaj atë qytetarit, t'i japi shtëpi, t'i japi pension, t'i japi stimulin, si që japi gjithë Europa. Si që ka Suedia, si që ka shumë shtetet e Europës që kur ka vajt emigrantët i ka sistemuar me njerë, me shtëpi, me familje, me gjitha, i ka dhënë dhe detyrimin ushqimor, i paguan edhe qiran dhe gjitha. Që të mund të jetojë normalisht. Të jetoj. Pasaj të mendojmë për tjera. Ne nuk ja kemi frenuar këtë që në 92-shi, sepse ne themi një shtet republikan kështu, parlamentar themi ne dhe këtu e mbyllim. Nëse ne themi shtet social, i them nesër me kushtetut, pse nuk ma jep të drejtën time? Ai studenti që vjen studion, vjen nga Korça për studiuar,
do t'i krijosh kushtet. Ajo familja që vjen në Korça në Tiranë, do i krijosh kushtet. Pra, vetëm nëpërmjet kushtetutës bëhet gjitha. Dhe ligjet kryesore ne vendojmë që të kalojnë të gjitha nëpërmjet referendumeve. Kushtetuta e 92-shit, ose ato amendamentet, nëse flasim për një kushtetutë të vjetër, që ishte 87-ës, do të themi që kushtetuta nuk lejon të shitjen e tokës. Pra deri në vitin 87 nuk lejoj. Deri vitin 90 nuk lejoj shitja e pronës. Apo deri në 2008 mos gabojm. Unë do them edhe një kushtetuta nëse i vëmë andra, do mbetet me andra. Nëse ne do ndërtojmë një shtëpi të re, ashtu si që janë gjithë procesuesit sot, që thonë Shqipëri e re, do thotë që do ta fillosh atje ku filloi. Që ne ecëm mbrapsht. Pra ne nga 92 deri në 2026 jemi mbrapsht. Na kanë vjedhur, na kanë masakruar, po t'i kapësh me radhë të gjitha degët, sepse nuk duhet zgjatën ke pjesa tjetër e asaj, se po t'i marrësh. Ne nuk kemi drejtësi, që është thelbësorja sot. Nuk ke institucione të drejtësisë. Nuk ke një pallat të drejtësisë. Të gjithë avokatët mbredhin sa me gjykat me gjykat. Ndërkohë që kryeministri na gënjeu se tha do ndërtohet një pallati drejtësisë. E ka thënë disa herë, po e tha edhe një herë para një viti, që ta ndërtojmë ke rrugë Durrësi pallatin e drejtësisë, ku do i mbledhim të gjithë. Po çovësh, gjykata administrative ka qenë një godin ku mbarseshin demat dikur dhe është kthyer në gjykata administrative. Gjykata e shkallës parë është një gjykatë që ka qenë e zyrave të Keshit dhe është kthyer në gjykatë. E vetmja gjykatë që ka qenë gjykata e apelit, që është e kohës bonizmi. E vazhdueshme. Vim ke gjykata e lartë, që janë bërë si agallar, gjithë ata nuk bëjnë gjyqje fare, nuk thresin popull, por i bëjnë në dhomë këshillimi. E kanë gjetur të model. Pra, do thosha që drejtësia është e kalmur në rrënjët e saj. Sepse ne kemi sot gjyqtarë që gjoja kanë kaluar vetikun, po kanë qenë, po t'i shohësh në CV-n e tyre, kanë qenë roje. Këto janë detaje. Pra, këto janë detajet e drejtësisë. Rekonstruksion komplet. Spaku e kompensoni pa mënyrë këtë dobësit gjykatëve që ju sapo thatë? Jo, i çfarë. I çfarë. Dhe Spaku bën sikur i arreston me ndikimin e tuajve që ja u sjellin gati të gjitha këto arrestime, përgjigje të gjitha, dhe mbeten aty. Ne nuk kemi deri sot vendime drastike, thelbësore për një shtet ku të tregohet që ky ka vjedhur dhe është dëshkuar nga Spaku me kaq vite dënim. Nuk kemi. Si ka mundësi që kemi dënime edhe nga Spaku, për edhe nga organet e tjera, dhe nuk kemi marrje, ose kthim të populli të këtyre vjedhjeve bie fjala, që janë vjedhje milion euro. Ta setë, sepse që ai dënohet, ai del nga burgu, bëhet pronari i pallateve. Ja pra në ato ligjet që ne thamë që nëse do kemi 2 dhoma parlamentin, ai ligj që do ngrihet nuk mund të ndryshojë nesër nga kryetari i partisë, ose nga i deputet që mund të mbroj atë që ka abuzuar me gjithë fondet publike. Më kupton? Pra, ai ligj nuk e lë që nëse sekuestrohet, bëhet një sekuestër sot e një pasurie X të njëri që e ka vënë këtë pasuri me rrugë të palishme, dhe ti nesër me një gjyq, duke bler gjyqtarin sepse është i fuqishëm me lek, gjyqtari thot të lirohet kjo provë. Ta kënaq çik mendimin e ta çojmë fund. Populli jon historikisht ka këtë eksperiencë, që e ka hedhur zoti Pingulli, por e përforcon avokati. Çfarë? Që kur gjyqi ndodhte në Shoshaj, dhoma e parë e gjykimit ishte në Rshals, dhe dhoma e dytë ishte në Orosh. Oroshi jepte ekzekutimin.
Pra, ne kemi shkallë gjykata më. Kudo që ti ishe në marsinë katolike, ishe 3 shkallë që kemi në sot. E për mund dhe katarejat e prillis të gjë. Dhe ajo që ndodhe ishe gjykata kuvëndi plejtve, plakonia. Eshte atje ku ndodhi. 12 burra te, 12 te, betoheshin me një gur që quhet guri i betimit. Dhe romakët e kishin deri në vitin 500 para Erëson, original Shqip, 500. Unë e kam atë, guri i betimit. Po ti ke dhe mbi emrin guri, zoti guri. Po ne, edhe i përputhet. Edhe kjo vazhdonte deri para 50 vjetësh. 12 burra pleqare dhe 12 te. Kjo është shkalla e parë. Shkalla e dytë ishte shoshaj më e lartë si Bajrak. Me nivel më të lartë. Tamam, kjo ne kemi këtë eksperiencë. I kalon të në shosh, po bundosh edhe nga, po pak legjenda shosh, me shosh, që këta e shoshën dhe shkalla e tretë ishte Oroshi, që merrte vendimin e prerë. Pra, ne kemi këto eksperiencë, historia nga ka mësuar, ose kur thoshte Arsim Spaju, gjithë piri dhe Iliria, nuk kanë mbretëri, kanë pas të mbretëria, po më shumë në historinë e tyre e kishin me pleqimi, me plakoni, me këshilla pleqnish, vendimarrjen. Pra, Senati apo Parlamenti, ky është këshill pleqnie, po jo do të bëjmë këshill hajnie, pra. M'falni, kjo është. Pra pa u zgjathu më shumë, sepse problemet e shqiptarëve janë shumë të thella, do thosha, po të fillosh ke mjekësia, po të fillosh ke arsimi, kudo të fillosh ke ndërtimi, kudo që të fillosh, problemet janë shumë të thella. Dhe që të fillojmë, ta ndërtojmë të shtetë të ri, unë jam për një kushtetut duke filluar nga 92-shi, me ca amendamente sot, dhe me një kushtetut e cila t'i përputhet bashkimit dhe zhvillimit europian, dhe kjo kushtetut të konsultohet dhe me Këshillin e Europës, dhe me përfaqësues të ambasadës amerikane, dhe pastaj mund të kalojë në parlament, pa të drejtë ndryshimi më të ligjeve. Amendamente mund të ndryshosh sa duash, po jo ligje e parlament, jo ligjet e kushtetutës. Ne çdo 5 vjet kur vjen një kryetar partie, i cili vjen kryeministër, ka dhe shumicën në parlament, ai thotë që da ndryshojmë të ligje më cënon interesat e mia. Dhe duke cënuar interesat, jemi sot që Berisha privatizoi klubin e Partizanit, fillon gjyqi sot dhe nuk dihet se kur do marrojë ai gjyq. Themi për tjera, pasaj pa u futur, pasaj të kjo, kur themi ke nxeta fare, që thosha më mdheu dhe mdheu. Për një Shqipëri të madhe, pasaj është pjesë dhe që është ëndër e gjithë shqiptarëve për të bashkuar dhe ne shohim sot të protest. Për Shqipëri etnike. Shqipëri etnike. Naturale, ajo që është me çamëri dhe me gjitha ato. Etnike i tremta etnike dhe, thua ajo që shpalli Ismail Qemalit, 10.000 kilometra katrore. Shpalli Mukja, shpalli lidhja prezidente dyta. Sepse nëse shohim historinë para dhe mbrapa, do shikojmë se si u coptua Shqipëria. Dhe nëse ne duam sot dhe jemi patriot, dhe duam atë dheun ton dhe mbdheun ton, ashtu si që donin të parë tanë që një pjesë shkrin të gjithë kapitalet e tyre për një flamur, për ta ngritur atë flamur. Ne sot nuk kemi gjendje për të bashkuar trojet, por këtë nuk ta dhuron njeri në tavolinë. Këtë ta kërkosh dhe ta marrësh. Jam shumë dakord. Dhe kjo është, nëse ne i vëmë themelet e forta sot të kushtetutës, ne do të ndërtojmë një shtet që do kthehen të gjithë refugjatët, emigrantët do kthehen të gjithë nga Anglia, Franca, Gjermania, dhe do të jetojnë të lumtur në tokë që kanë ëndër të gjithë. Afron gjithçka dhe kanë ëndër të ta pushtojnë, të ta coptojnë, ta hanë gjithë. Koha është gjithmonë dinamike. Mund të kënaq me një mendim, jo shumë mirë jemi, po vetëm po të kënaq me një mendim. Mund të them prapë. 4 gjëra që nuk kanë ndryshuar kurrë. Pra ne kemi eksperiencë historike. Kanuni, Bibla, Kurani dhe Kushtetuta Amerikane.
Pra, kanuni që është i pari, s'ka ndryshuar kur. Kur? Atëherë si mundet kjo neve brenda nga 72 që 78 që u bë kushtetuta jonë socialiste, Franci e ka, edhe deri më sot janë 4 kushtetuta. Dhe kushtetutat që kanë ardhur duke u keqësuar, derisa ka shitur Troja. Kur ngacmoi zoti Bala, e kemi çështje diskutuar ne, që edhe unë kisha pikpyetje të madhe si ka mundësi që në 2008 në parlamentin ku kryetare, ne do të kemi frikë nga emër, ka qenë Josefina Topalli, kryetare, parlamenti 2008-s, orqi hapësirën me terma juridik, hapësirën territoriale detare, Karaburun Butrin, në mënyrë që të hyjnë marrëveshje Saranda me Korfuzin, shteti jonë me shtetin grek. Pra orqi këtë hapësirë pra. Ndërkohë që ne kemi hapësirën nga Sazani në Bune, kemi hapësirën territoriale detare me italianët, kemi hapësirë territoriale që është sovranitet. Pra, këta në kushtetut e bën të tjetërsueshëm, për qytetarët po e them tash, e bën të tjetërsueshme kufit shtetëror, e bën të tjetërsueshme, orqi këtë parametër zonë tampon buferike, që mund të jetë 8 apo 10 kilometra, dhe me këtë kushtetut me të tjetërsuar, ndërhyrin Sazan, ndërhyrin në Zvënec, pra gjithë tepi protestë urdhëronin. Pra, do të thosha Sazan që ndryshimi i ligjit, sepse ajo bë kryetare e parlamentit dhe ndryshoi ligji. Po e mbështetin kushtetuta apo ka të nderuar? Ky parlament u mbështet ajo kërkoi ndryshim dhe abrogim të një ligji. Të një ligji, po. Dhe me qenë se kishte shumicën në parlament, po, e kaloi. E kaloi. Dhe realizoi ëndrrën e saj. Po në bazë një kushtetute pra, që duan ndryshuar me të që urdhë, ndihmon, po. Kështu që nëse neve e ndryshojmë të kushtetut dhe nuk i japim të ëndër askujt për të ndryshuar, për të shënuar kufijt e këtij vendi. Shumë dakord. Po ne kërkojmë të zgjerojmë ta kufijt. Shumë dakord. Dhe këta kufi ne i kërkojmë të zgjerojmë kur forcojmë vetë. Dakord shumë. Pra, ne kemi shumë të lehtë për të bashkëpunuar me Kosovën në të gjitha fushat, qoftë në minera, qoftë në bujqësi, dhe ne t'i japim atyre dhe ata ta japim. Shumë drejt. Dhe që këtu i gjenë kufit, por nuk duan, të dy palët nuk duan. Të dy palët nuk kanë pasur dëshirë kurse duan të bëjnë në gallar, në atë oborin e tyre të vogël dhe shohin shumë gusht. Kështu që një kushtetut e fort i dëmton të gjithë ata që do bëjnë kryeminista. Dhe nesër nuk do jenë të ashpër ata që dha gallar, ata që do bëjnë kryeminista, por do jenë njerëz të thjeshtë, sepse në momenti që nuk e lë ligji që ai të vjedhi, ai me njerë do japi dorëheqjen. Ose do kaloj me njerë në një referendum tjetër popullor për të ndryshuar një ligj dhe për të hequr atë kryeministër i cili ka vjedhur dhe ditë. Dhe kapi ligji. Kapi ligji pik. Por ne i kemi të kalbura. Veç ke kontrolli lartë i shtetit e ke të kalbur. Kontrollon institucionin dhe thot ka vjedhur kajtot. Po qoftë se i ka vjedhur, vim në burg. Ne për një thyrje, qami ai qytetari thjesht i ka në burg. Ndërsa ai që ka vjedhur miliarda nuk i ka në burg. Nuk donohet, nuk e kap ligji. Sepse deri dje ne nuk kishim institucion, u ngrit Spaku, por Spaku los për gjithë situatën këtu. Dhe Spaku los për gjithë situatën dhe i ban të gjithë të burg dhe asnjë nuk gjen për ta dënuar. Dorim ke boshti i protestës. Unë do të ndihmoja për një çështje tjetër që ke shumë të drejtë, që kushtetutat deri më sot nuk kanë trajtuar atë që quhet mbështetje sociale. Ka qenë shumë dobët për neve. Po s'kan trajtuar mbështetjen sociale. Dhe prandaj dhe çdo kryeministër deri më sot arrin që ku një grua ka protestuar me fëmijë, me euro 400.000 lekë të vjetra në muaj, edhe thot ma llogarisni se si mund të jetojnë me këtë fëmijë me 400.000 lekë. Pra, duke qenë se ky ministri ka shfrytzuar këtë mbështetje në kushtetutë që nuk ekziston norma minimumi social, minimumi mbështetje, nuk ka një raport të minimumit social. Ma përgjithësi për të gjë. Prandaj kjo është kërkesa proteste. Po, dakor.